të letra që keni janë të para? Çmenduri Bela, çmenduri, ky është një skenar filmash. Kanë rëmbyer dikë me oficer policie, kanë manipuluar me 10 miliona euro tendera. Agasi i takonte të gjithë dhe i filmonte, ka filmuar deputet, ministra, zyrtar të lartë, zyrtar policie, të gjithë të zyra e tij, duke dhënë llogari, ishte regjizori praktikisht. Me urdhër të Edi Ramës, ky bënte çfarë të donte. Një ministër kërcënohet ministri nga banditët. Ja tregojmë ne atij. Pam, thot në një rast tjetër. E zgjidhin nëpërmjet armëve. Është të vësh duart në kokë dhe ndërkohë kryeministri e ka qepur, është dukur. Por në fakt, kryeministri zëre se ka rënë kjo qeveri, se nuk mund të vazhdoj. Edi Rama do t'japi sa më shpejt dorëheqje, si do t'i dali njerëzve përpara me këtë dosje. Dhe kjo është vetëm një pjesë, nuk janë gjithë pjesët e tjera. Edi Rama do t'japi dorëheqje sa më shpejt, nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë. E gron, po si t'ja bëjmë? Si do t'ja bëjmë? Duhet të vazhdojmë të qëndrojmë me drejtësinë. Duhet të vazhdojmë të mbështesim drejtësinë kundër të korruptuarve nga një anë dhe nga ana tjetër. Duhet të bëjmë thirrje njerëzve, duhet të fitojmë besimin e njerëzve. Duhet t'ju tregojmë atyre që ka një alternativë, që ne nuk kërkojmë të ikë një qeveri dhe të vijë një qeveri tjetër po aq e korruptuar. Njerëzve u ka ardhur majt undës, duan më në fund një qeveri të pa korruptuar. Është shumë e thjeshtë. Këtë duhet të bëjmë dhe për këtë po luftojmë.